Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së Bricjapit. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë parashikimin e muajit mars edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një muaj sa më të mbar të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e javës, videot e eklipsit, por dhe video në muajit shkurt, sepse ende s'ka përfunduar, dhe video me tema për dashurinë. Gjithsesi do fillojmë në lidhje me 10 ditëshin e parë, si do jetë në lidhje me ju. Në lidhje me shenjën tuaj, ka të bëjë më tepër me çështjet e shtëpisë, të familjes, me probleme në fushën e shtëpisë, me pengesa në karrierë. Gjithsesi është një periudhë që ndoshta ju ka lodhur dhe ju ka stresuar dhe ndiheni se në një rrugë pa krye. Por kërkohet shumë durim në lidhje me këtë situatë. Përmes vështirësive do largoni dhe njerëz toksik nga jeta juaj, duke hapur rrugën, duke bërë fillime të reja që ju vërtet i meritoni, por problemet do duken të shumta tani. Duhet të duroni vështirësitë e muajit mars. Më vjen keq për këtë, por kjo është për pjesën e parë të 10 ditëshit të parë. Pjesa e dytë e 10 ditëshit të dytë, tek ju ndryshon gjithçka. Ju do keni një bum të madh ekonomik, do keni sukses, do bazojeni në themele të reja, do keni blerje, shitje fitimprurse të pasurive të patundshme, dhe këto do t'i bëni nëpërmjet ndërmjetësimit. Por dhe në lidhje me punën tuaj, me anën profesionale gjërat do ecin shumë mirë. Do përparoni gjatë këtij muaji dhe do shihni që gjërat do fillojnë të lëvizin në lidhje me gjithçka. Dhe të lindurit në fillim të 10 ditëshit të dytë. Tek ju do prekeni më tepër, domethënë gjatë këtij muaji do mbyllni disa vështirësi që lidhen me të afërmit tuaj. Mund të keni probleme në lidhje me komunikimin, do bëheni si telefoni prishur gjatë muajit mars me disa pjesëtar të familjes tuaj, do keni tensione me motra, me vëllezër, por gjithsesi do keni edhe perspektiva të reja në punë. Ju do ecni përpara në lidhje me punën tuaj, do ecni me ritme të shpejta dhe do keni sukses, por pavarësisht se mund të keni edhe vështirësi në ambientin tuaj familjar, gjatë këtij muaji. Dhe në lidhje me pjesën e dytë të 10 ditëshit të dytë. Për ju do jetë muaji juaj, është një muaj vërtet i mirë, do keni sukses në dashurinë, në partneritete të reja, do t'ju vijnë para në xhepin tuaj, do keni takime të këndshme me miqtë tuaj, udhëtime, përvoja të mrekullueshme. Është një kohë e artë në lidhje me ju. Gjithsesi, ju do hidhni hapa drejt qëllimeve tuaja, duhet të shfrytëzoni mundësitë gjatë këtij muaji, por do jeni dhe indiferent në lidhje me situata të ndryshme që ju mund të keni. Dhe të lindurit në pjesën në 10 ditëshin e dytë, më falni, kjo që fola tani ishte pjesa e dytë e 10 ditëshit të dytë. Dhe në 10 ditëshin e tretë, pjesa e parë e 10 ditëshit të tretë, ju do keni shumë emocione gjatë kësaj periudhe, do keni mundësi të favorshme, jeni të favorizuar nga ana emocionale, mund të krijoni njohje të reja, do kaloni momente të bukura me dashurit tuaj, do arrini të jepni fund çështjeve të ndryshme ku gjuhët e liga ishin kthyer kundër jush në përgjithësi, do keni shumë emocione, është një periudhë e mirë dhe do keni zhvillime pozitive. Dhe pjesa e dytë e 10 ditëshit të tretë tani. Është një periudhë një muaj që ju do shpërbleheni në lidhje me dashurinë, ose do t'ju japi një shtysë për të bërë gjëra të reja dhe interesante në jetën tuaj, por do keni dhe çështje që kanë të bëjnë me fëmijët, me projekte krijuese. Do jeni kreativ, do t'ju ndihmoj të mbyllni disa kapituj shumë të vështirë të së kaluarës dhe do arrini që të buzëqeshni gjatë këtij muaji. Gjithsesi është një epokë që do ketë disa situata të vështira, por është dhe fillimi i një faze të re që ju do ta merrni me shumë optimizëm. Dhe shohim se çfarë na thot taroti në lidhje me shenjën tuaj.
Atëherë jemi në energjinë e shenjës së Virgjëreshës, kemi energji ajri, kemi dhe energji zjari. Atëherë ju shoh që ju keni bërë shumë durim në lidhje me situata të ndryshme. Mund të jetë një situatë në familjen tuaj, një situatë në dashuri, me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Në rastin tjetër mund të jetë një situatë e vendi punës ose edhe ekonomike. Por gjithsesi ju shoh që keni bërë shumë durim dhe do mundoheni të trajtoni gjërat më pozitivisht. Ndërkohë duhet keni pak kujdes në lidhje me shëndetin tuaj. Shoh që keni marrë eksperjenca në lidhje me situata të ndryshme që keni pasur dhe ju jeni gati për të ecur përpara me mençuri. Si në lidhje me një njohje që mund të keni ose lidhjet tuaja, dhe unë shoh që është një person që është në energji zjari dhe ka një pasion shumë të madh në lidhje me ju. Dhe sigur dëshiron të vitë drejt jush, por edhe ju shoh që do ta mendoni më logjikisht në lidhje me këtë person. Ndërsa për pjesën tjetër shoh kontrata të reja, fillime të reja të vendi punës ose fillime të ndryshme që mund të bëni, por shoh që do jenë kontrata shumë të rëndësishme në lidhje me ju. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e dytë. Atëherë në javën e dytë kemi të bëjmë me energjitë shenjave të ujit, energjitë shenjave të zjarit dhe energjitë shenjave të zjarit përsëri. Në fillim të javës ju shoh bini pak të trishtuar, bini të mërzitur, jeni përqendruar te ndoshta vështirësi të ndryshme që mund të keni në jetën tuaj në lidhje me një dashuri, ose ju mund të jeni të përqendruar te gjërat tuaja të përditshme dhe nuk shikoni një person që ju dhuron një kupë emocionale, që ju dhuron këtë dashuri. Ose ju mund të refuzoni një dashuri. Gjithsesi ju shoh që në rastin tjetër mund të bini të trishtuar në lidhje me punën tuaj dhe nuk shikoni mundësitë dhe ofertat ose në lidhje me anën ekonomike, por keni mundësi dhe oferta aty. Kështu që mos u përqendroni në këtë lloj trishtimi. Në mesin e javës shoh që do përballeni me disa pengesa, por ju do t'ja dilni. Mund të jenë pengesa në dashuri, pengesat e vendi punës, mund të jenë pengesa në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që ju mund të keni, por gjithsesi e rëndësishme është që ju harrini t'ja dilni. Dhe në fund të javës shoh një fitore, një sukses në lidhje me ju. Disa mund të jenë në udhime të shkurtra ose të gjata, ose ju mund të keni një person në distancë dhe shoh që ndoshta dëshironi të shkoni drejt këtij personi, flasim për pjesën e beqarëve, por gjithsesi unë shoh që ju do keni sukses dhe fitore në fund të javës së dytë. Dhe këtë mund ta merrni në çështje dhe situata të ndryshme që ju mund të keni. Disa prej jush mund të kenë lidhje edhe me dokumenta të ndryshme, me çështje të ndryshme në lidhje me institucionet shtetërore, por gjithsesi shoh fillime të reja aty, do bini pak të trishtuar, do haseni me pengesa, por gjithsesi në fund të javës shoh që ju do keni një sukses në lidhje edhe me këto çështje. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e tretë. Në javën e tretë jemi te energjia e shenjave të ajrit, jemi te energjia e shenjës së demit dhe energjitë shenjave të ujit. Gjithsesi shoh një fillim të ri, por të menduar mirë. Mund të jetë një dashuriere për një pjesë prej jush, ku ju do të rriqeni, do ta mendoni në lidhje me një person dhe ju shoh shumë të emocionuar, ose ky person ka emocione në lidhje me ju. Për pjesën tjetër mund të keni fillime dokumentash, mund të jeni duke menduar në lidhje me hapjen e diçkaje të re, por është diçka e menduar mirë. Shoh që mund të keni dhe negociata të ndryshme gjatë fillimit të javës së tretë, do të rriqeni, do t'i mendoni brenda vetes tuaj për t'i dhënë drejtim në lidhje me këto negociata që keni. Dhe në fund të javës unë ju shoh që ju do merrni lajme të mira, por do çliroheni, do ndjeni dhe më mirë. Këto negociata mund të jenë nga më të ndryshme, mund të kenë lidhje edhe me dokumenta të ndryshme, mund të kenë lidhje me punën, me një person që është në jetën tuaj. Në rastin tjetër mund të ketë lidhje me çështje dhe situata të tjera. Dhe shohim në javën e katërt se çfarë energjie do na vi. Në javën e katërt kemi të bëjmë me energji të shenjës gafores. Kemi energji të shenjave të zjarit dhe të tokës.
më falni, të monedhave dhe të tokës. Jo, shumë mirë thash, të zjarrit dhe të tokës. Atëherë ju shoh që ju jeni, sepse janë pa figura këto, pa shkrime. Atëherë unë shoh që ju jeni në një, nuk e di, mund të keni paqartësi, mund të keni frikra emocionale në lidhje me situata të ndryshme që mund të keni. Ju shoh që mund të keni dhe prapaskena për një pjesë prej jush, ose dikush flet keq për ju. Por në mesin e javës, dhe këtë mund ta merrni si në lidhje me dashurinë, te vendi punës, ose mund të keni situata ekonomike të tilla. Gjithsesi në mesin e javës ju shoh që ju do merrni një qëndrim më autoritar në lidhje me këto situata, dhe shoh që do t'i lini mbrapa këto. Gjithsesi ju shoh në një pozicion më të mirë. Dhe në fund të javës, disa prej jush ju shoh që mund t'ju mungoj një dashuri, një person. Pjesës tjetër mund t'i mungoj një ana ekonomike, të ndjeni me pak para në duar. Disa prej jush mund të ndjeni të lodhur fizikisht. Kurse një pjesë tjetër duhet keni kujdes me shëndetin, sepse më doli 2 herë, dhe në fillim të muajit dhe në fund të muajit. Gjithsesi unë i shoh të vendosur në qëllimet tuaja në lidhje me gjithçka, thjesht fundi muaj do ndjeni mungesa, mungesë dashurie, mungesë në një personi, do përqendroheni në humbje dhe dështimet që mund të keni pas në të kaluarën tuaj, por gjithsesi është një energji që është në fund të muajit dhe mund të largohet gjatë muajit tjetër. Dhe marrim një mesazh nga angjit. Atëherë, jemi në energji zjarri, ju do jeni shumë karizmatik, do ndjeni të sigurt, por do përdorni shumë fort dhe pjesën e mençurisë gjatë këtij muaji, ose pjesën e logjikës. Dhe ju thot, hapni krahat dhe ecni përpara. Mos e ndaloni veten tuaj, thot. Mundohuni të zgjidhni gjërat me dialog, domethënë duke diskutuar, si në lidhje me këto negociata që mund të keni, në lidhje me kontrata të ndryshme që shoh këtu, mundoni që të jeni të dialogoni në lidhje me situata të ndryshme, ose në lidhje me njohjet, lidhjet marrëdhënie që ju keni, në negociata të ndryshme të vendi punës nga ana ekonomike. Gjithsesi jeni të mbështetur nga angjëjt. Nuk është muaj keq, është një muaj me ulje ngritjet e veta. Atëherë kjo ishte për ju. Ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit shkurt, sepse ende nuk ka përfunduar, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Atëherë ju uroj përsëri një muaj sa më të mbar, një mbazitë të këndshme, por dhe dëgjim të këndshëm të kësaj videoje.